Çfarë thon avokatët e zotit Veliaj? Do ta shfrytëzojnë këtë mundësi që kanë? Interesante është që nga momenti që është marrë vendimi për shkarkimin e zotit Veliaj, që nga Këshilli Bashkiak që para thuajse 2 ditësh, nuk ka patur asnjë reagim, paktën zyrtar apo edhe në rrugë informale, qoftë nga zoti Veliaj apo dhe nga avokatët për mënyrën se si do të procedojnë. Dhe prandaj pritet me shumë interes dhe vendimi lëvizja e radhës së qeverisë në rast se do ta shpall vakancën dhe do t'ja çojë presidentit të Republikës, se në momentin që ja çon presidentit, ai ka afat brenda 48 orësh të shpall dekretin për zgjedhjet. Kështu që është një lëvizje e rëndësishme dhe që tregon shumë për vijimsinë e procedurës dhe për zgjedhjen në Tiranë, padyshim, se për 5 bashkitë të tjera jemi në rregull. Pra përgjigjesh mirë, partia ime më shkarkon. Okej. Nga ajo marrës. Jo, do ta diskutojmë edhe pak nëse ka forma të tjera që mund të përdorë zoti Veliaj edhe pa dalë vetë publikisht. A mund të përdorë mekanizma të tjerë për të dëmtuar këtë lloj qeverie që ka kryeministrin apo ata që buzëqeshte dikur në foto dhe që mendon që mund të jenë Nesti Angoni. Një gjë që vlen edhe për të përmendur, pranvera është edhe fakti që Partia Socialiste po sillet sikur Erion Veliaj nuk do ta ankimojë. Domethënë, të gjitha përgatitjet, të gjitha lëvizjet, të gjitha vendimarrjet që janë marrë gjatë orëve të fundit janë sikur Veliaj nuk do ta ankimojë vendimin. Se do pyes zotin Xhaferi